Në një konferencë për media, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se përgjegjësia për situatën në AKSH sipas tij takon drejt për drejt kryeministrit Edi Rama, duke hedhur akuza për abuzime me fondet publike dhe cënim të sigurisë kombëtare. Berisha akuzoi gjithashtu familjar dhe bashkëpunëtor të Ramës për përfshirjen në aferën financiare, duke i cilësuar këto si pjesë të një strukture kriminale. Kreu i PD-s mbërshëndeti protestën e qytetarëve të Vlorës dhe po ashtu bëri thirrje për angazhim qytetar dhe opozitar për largimin e qeverisë. Edi Rama, përgjegjësitë i ka dhe shumë më të rënda se sa Lubi Balluku. Sepse në qoftë se ata vërtet kanë vjedhur dhe shpërdoruar miliarda në veprat publike, ndërmarrja kopshti privat i Edi Ramës, AKSH-i nuk është kontrolluar nga Lubi Balluku. AKSH-i ka qenë ekskluzivitet total i familjes Rama. Në dosjen e AKSH-it janë veprat më të shëmtuara në historinë e kombit, vjedhja e plotë dhe totale e të gjitha të dhënave të sigurisë kombëtare dhe ato që kanë lidhje me aleancën e Shqipërisë që vinë nga Aleanca Atlantikut Veriut në Shqipëri. Kalimi këtyre dhënave në duar të bandave dhe armiqve të betuar të kombit shqiptar dhe NATO-s. Dosja e AKSH-it nuk është pra vetëm dosja e vjedhjes së qindra milionë eurove nëpërmjet baxhanakut të tij në AKSH, të ndërmend në AKSH dhe implikimit siç tregojnë regjistrimet të bashkëshortës së tij në përcaktimin e fituesve, nuk është vetëm pegmarrjet, 3 pegmarrje, jo 2, 3 pegmarrje. Geron Meçe me 12 gusht. Daniel Shima, një javë më vonë, dhe një tjetër biznismen i ri i marrë peng për shkak të lojrave të fatit, monopol ekskluziv dhe total në Tiranë i kartelit të drogës të Elbasan. Ujë nuk mungon vetëm në Vlorë, ujë mungon në mbarë Shqipërinë. Arbitrariteti nuk ushtrohet vetëm në Vlorë. Arbitrariteti shtetëror ushtrohet në çdo skaj të këtij vendi. Në përfundim, Berisha theksoi se opozita do të vijojë aksionin politik duke cilësuar largimin e qeverisë aktuale si të domosdoshme për rikimin e demokracisë dhe shtetit ligjor në Shqipëri.